23.000 qytetarë kanë kaluar në 24 orë të fundit në pikën kufitare të KKV-s së qafbotës. Mijëra shqiptarë kanë hyrë nga Greqia për të pushuar në vendin e tyre. Mijëra të tjerë kanë vendosur të kalojnë pushimet në vendin fqinj. Për të shmangur radhët e orët e gjata të pritjes në pikat kufitare, policia shqiptare ka ndërmarrë masat përbashkëta me homologët grek, në mënyrë që procedura e kalimit jetë më shpejt. Drejtori i Departamentit për Kufirin, Sajmir Muçaj, së bashku me zyrtarët e policisë së Gjirokastrës e shefin e stacionit policisë në KKV, zhvilluan një takim me homologët e policisë greke për këtë çështje. Ne shprehim gatishmërinë tonë për të rritur kapacitetet e burimeve njerëzore me qëllim uljen e kohës përpunimit të shtetasve që udhtojnë në kufirin ton, po kështu morëm të njëjtën angazhim edhe nga pala greke. Drejtuesit e policisë shqiptare të policisë greke u angazhuan për intensifikimin e masave të përbashkëta në të gjitha pikat e kalimit kufitar, me qëllim eliminimin e radhëve të gjata.